Zoti qof me ju. Leximi i Ungjillit Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, hyi i dërgoi engjëli Gabriel në një qytet të Galiles që quhet Nazaret, te një virgjër që ishte fejuar për një njeri që quhej Jozef prej fisit të Davidit. Virgjëra quhej Mari. Engjëli hyri tek ajo dhe i tha: "Të falen, o hir plote, Zoti me ty." Kjo fjalë e shqetësoi Marin dhe zuri të mendoj ç'do të thotë kjo përshëndetje. Por engjëli i tha: "Mos ki frikë, o Mari, sepse ke gjetur hir para hyjit. Ja do të mbetesh ta zen e do të qitesh në dritin një djalë, e ngjitja e emri Jezus. Ky do të jetë i madh dhe do të quhet biri i hyjit të Tejet të lartë. Zoti i hyjit do t'ia jap fronin e Davidit atit e tij. Ai do të mbretëroj për gjithmonë mbi shtëpinë e Jakobit, dhe mbretëria e tij s'do të ketë mbarim." Atëherë Maria i tha engjëlit: "Si do të mund të ngjaj kjo ndërsa unë jam virgjër?" Engjëli ju përgjigj: "Shpirti i Shenjtë do të zbresë në ty, e fuqia e hyjit të Tejet të lartë do të mbulojë me hijen e vet. Prandaj, ky fëmijë do të jetë i shenjtë, biri i hyjit. Dhe ja Elizabeta, kushërira jote, e ajo në pleqërinë e vet, pret t'i rinë djali. Ajo që mbahet beronj është në të 6 muaj. Vërtet s'ka gjë të pamundshme për hyn." Atëherë Maria tha: "Unë jam shërtorja e Zotit, mendoj siç the ti." Atëherë engjëli u larguar prej pranisë së saj. Fjala e Zotit. Vërtet fjala e Zotit e thjeshtë e sotme, as plot me kuptim, as vërtet një dritë e male që ndezet për orientuar besimin ton edhe shpresën ton. E piknisjes është vërtet që çka ndodh nga ana e hyjit për shërbimin e botës. Çka ka përgatitur ati hyn i gjipustet që ai që la ka krijuar për me rendërtuar një marrëdhënie plot me ne, me njerëzimin mbar. E për të arsye, sot kemi fokusuar në përmjet fjalën që kemi dëgjuar në leximin e dytë, sidomos e në Ungjilli, një dimension që as krejtësisht paralele. Ne jemi mësuar edhe pse zakonisht në leximet e në mendimet tona dominon leximi e Ungjillit, Ungjillin e Lukës, që na tregon për lajmin e mirë nga Gabrieli te Zoja Mari në Nazaret. Por nëse bajnë vëmendje edhe për leximin e dytë, shikojnë se kjo e dyta as vete një shinjë e trenit, ka një shinjë tjetër që formon një paralelizëm. Kemi jo vete një dëgjeses, ajo e Maris që tho unë jam shërtorja e Zotit, po njëkohësisht ka dëgjesa e biri fjala e Zotit ndaj atit. E leximi nga letra ebrejve, dhe thua ebrejve, fokusohet pikërisht mbi pjesa që takon ardhja e Kristit, fjala që mishërohet. Mishërohet nëpërmjet një veprë dëgjimit. Dëgjimi ndaj atit, dëgjimi pozitiv për diçka që e ndryshon realitet edhe realitet hynore. E si e ndryshojnë?
E ndryshoj për në fakt shumë thjesht, se si na sugjeron citimi i Psalmi 40, që as brenda edhe leximi i dytë që kemi lexuar, fjalët e Psalmi janë vendosur mbi goja e Krishti që përgjigj atit. Ne jemi fokusuar gjithmonë si përgjigja e Zojës ndaj zera e kryengjëj. Unë jam shërtorja e Zoti, u bafi mua si është fjala jote. Po kemi edhe nëpërmjet Psalmi përgjigja e Krishtit ndaj atit. E çfarë është? Atëherë unë thoj, ja po vin, sepse për mua u shkrua në rrotullin e librit, pikërisht në Psalm, për ta kryer o Zot vullnetin tënd. E si realizohet kjo vepër, kjo dëgjesa e birit? Dëgjoh për vetë flimi që te i kalon çdo flim e bezdidjes së vjetër. Nuk kemi ma diska që njeriu fiton duke ofruar diska Zotit, por ndryshon krejt perspektivë asë Zoti krejësisht që ofron njerëzve. As Krishti që ofron vetë si flimi që zëvendëson çdo flit tjetër. Flit e kushtet holokaustet për mëkate nuk ka ma vlerë. Çka ka vlerë? Fati që biri i Zotit tani pranon si lurat nga hyj një trup. Do me thanë natyra njerëzore. Trupi është durata që ati ban birit. Hyj që është shpirt krejt e pastër, që nuk ka lidhje fare me realitet materiale, që ai ka krijuar, por as diçka tjetër për Zotit. Tani, gjëra e re që kemi është se vetë një person hyjnore fiton një trup njerëzore, si lurat e Zotit. E lurata është për Krishti, sepse nëpërmjet kjo trup ai realizon vullnetin e atit. E njëkohësisht është një lurat për njeriu, sepse për ne ky trup u fliuar për mëkatet tona, për na shpëtuar, për me zëvendësuar veprat e tona që nuk mjafton kurrë për me ba asgjë mirë në sytë e Zotit, sepse ne fitojmë diçka nga Zoti për hir falas nëpërmjet Jezu Krishtin. E atëherë kemi ka kuptim akoma më tepër në mënyrë paralele që ka ndodhur tu në tokë. Maria reflekton e njëjti gjë që ndodh në biri i Zotit. Ai fjala e Zotit që bën njeri duke fituar një trup njerëzore, me njëkohësisht fiton tu në tokë një nanë për me realizuar ky projekt. Edhe Maria ofron, çka ofron Maria? Jetën e vetën e përgjithësi, po konkretisht si nan ofron trupin e saj. Krishti ban biri i Zotit, biri i njeriut nëpërmjet një trupi njerëzore. Maria pranon ky trup i Zotit në trupin e tij. Kemi dy realitet krejt njerëzore e fizike. Shikojnë sa rëndësishme është kjo dimension e sa vlerëshme është për me vlerësua në vërtet çka jemi ne si njerëz. Se jeta jonë nuk është me shkarteruar trupin ose realitet materiale për me fituar një jetë shpirtërore. Jeta në shenjtërisë nuk është asgjësimi i trupit, por vlerësimi i trupit si mjet shpëtimi. Patjetër se trupi ka mundësi për me qenë edhe vegla e mëkatit, por është gabuar me shikuar veten kjo pjesë. Vërtet, ndodh ashtu, ne mëkatojmë nëpërmjet vepra që bajmë në trupin tonë. Si ka mëkatuar prej fillimit Adami dhe Evës, duke hanë fizikisht diçka, duke prishur
urdhën e Zotit në këtë mënyrë. Mirë, por nëse rrenja e parë e të gjitha rrenjtë të tjera na ka ardhur nëpërmjet trupin, tani është vërtet se i njëjti trup ban aft nga hiri e Zotit për me ofruar shpëtimi, për me qenë shëruar. E ky përgatitë vërteta themelore e feja si krishterë, as një koherencë plot, sepse feja krishterë nuk është thjesht një çfarë lloj mbijetese e shpirtit ma vdekjes, por është edhe shërimi i trupin ton që ban aftë për me qenë i përgjithshëm e i shenjtë nëpërmjet ringjallja. Krishti që ngjall merr përsipër prap ai ky trup që ka marrë si dhuratë nga hyj e nga Maria nana e tij. Krishti ngjallur jeton në mënyrë e re, e lavdishëm, thotë Shën Pali, realitet fizike që vazhdon. Trupi është diçka që ka qenë për me shpëtuar së bashku me shpirtin. Kjo është realitet përfunditar e ringjallja të vdekurve, që na prit në fund të kohërave mas të gjykimit fundit. Kjo është perspektiva komplet. Për këtë arsye, Zoti erdhi për me shpëtuar shpirtrat tanë nëpërmjet oferta e trupin e tij frijuar në kryq, por edhe për me fituar ky trup materiale nëpërmjet ringjalljen e tij. Shërbimi vjen për njeriu në tërësinë e tij. E njeriu plot, komplet, është njeriu formuar nga një shpirt dhe nga një trup. Ndryshe nuk jemi njerëz. Për të arsye, edhe këtu në tokë vlerësojnë ky trup si mjet pozitiv. Mendojnë për shembull fakti se hirat e sakramenteve, hirët e sakramenteve na vjen nga gjëra që janë shenjtëruar, si ujë, si vaj, si vena, si buka e tjera, që kanon në për trupin tonë. Nuk ekziston asnjë sakrament që nuk kanon në për trupin tonë. Trupin ban mjet ose edhe kanal në të cili hirin Zotit transmetohet neve për shpëtimin tonë. Jemi pagzuar në ujë, duke përmbyt ky trup në ujë. E ujë ka për me prek këtë trup. Jemi shuguruar në shpirt i shenjtë nëpërmjet vajimi i shenjtë në trupin ton. E ka për me qenë preku trupin. Kungimin e shenjtë nuk merret vetëm me një mendim o diçka të tillë. Merret në gojë, duke qenë hang, duke me qenë pi, duke qenë asimiluar në trupin ton materiale. Çka është materiale, nuk është kundër vepra e Zotit, por bashkunon. Ne sot shikojmë kjo realitet. Deri në këtë pikë, dosta akoma në jetën tonë, pjesërisht, në masë më e madhe o më e vogël, kemi përjetojmë një kundërshtim nga bota shpirtërore e bota materiale fizike. Mirë, misteri sot është se kemi një harmoni, një simfoni plot ndaj çka është ky shpirti i pastër që merr një trup njerëzore. E një krijesë njerëzore, Zoja Mari, që duke hapur vullnetin e Zotit, gjeneron në vetë një trup për hyj e për shpëtimin tonë. Kjo është misteri i festes së sotme, që ka të gjitha elemente e fesë krishtere, gati një pashk që është përgatitur në vetë në çdo element. E na mëson sa vlerëshme as trupin që kemi, sa vlerëshme as kjo realitet fizik që jetojmë. Sepse në këtë trupin tonë jo vetëm kemi për me marë veprat e Zotin e ne që janë sakramente, për shembull, ose dëgjimin e fjales. Shikoni si Maria pranon vullnetin e Zotit jo me një vegim, por me një dëgjim. As fjalat që kalon në përveshjet e tij e saj edhe realizon amnin e tij hyjnore.
Mirë, ashtu është edhe për ne. Se mi prekur nga Zoti e ban aftë për Zotin. Jemi largë nga kjo vizione e botës greke ose platonike në të cili njeriu ka për me qenë liruar nga shklaveria e trupit për me jetuar krejtësisht në mënyrë shpirtërore. Jo, feja krishtere thonë ndryshe. Materia që takon Zoti vjen nga Zoti e ktheket te Zoti e është shënteruar nga vullnetin e veprin e Zotit. E ne duke të pranuar me respekt e me mirënjohje kjo realitet që është trupin ton e s'do realitet tjetër që kemi afër nesh. Prej këtu vjen respekt për trupin ton e trupit të tjerëve. Për të arsye vjen respekt e misteri për shembull e martesës, që ka në mënyrë ekselent kjo dimension fizike që shënteron njeriu e se edhe nga kjo shënterimi lindë edhe jeta. Kjo është mirënjohje që kemi, se Zoti vazhdon me krijuar mes nesh. Edhe ne kemi mundësi të merr pjesë në një mister, si kemi mundësi sot në këtë tokë, duke jetuar në familjet tona, duke pranuar fëmijët tanë, duke lindur këta fëmijë, duke rritur këta fëmijë e duke ofruar në mënyrë si flinë e pastër vërtet, çka jemi, si mendje, si shpirt e si trup. Qoftë Jesu Krishti.